cili është Zoti i vetëm që meriton falëndrim edhe ibadet. Salavatet, selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është profeti apo pejgamberi i fundit i dërguar për mbar njerëzimin. Lutë Allahun që të na bëjë sinqert në atë që themi, që e flasim edhe atë që punojmë. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me disa pika të rëndësishme se si besimtari duhet i ketë parasysh për të bërë një personalitet që nuk e lëkundin sfidat e jetës, që se lëkundin sfidat e jetës. E një për atyne gjanave që duhet me pas parasysh besimtari është edhe të mundohet me u largu sa ma shumë prej mëkateve. Për mëkateve. Këtu nuk po flasim për shirkun, për mosbesimin, po për mëkatet. Për arsye se mëkatet janë ato të cilat i han kadaldale ibadetet, pastaj mas mëkatit vjen kufri, audhu billah. Mas mëkatit vjen kufri. Një besimtar i cili nuk mundet me unal kërshi mëkateve, ai kadaldale s'ka më udhërzu edhe kërshi mosbesimit. Edhe është e keqja e gjunaheve se ato nuk i vin besimtarit një tërsi me njëherë, po shkojnë në mënyrë graduale, duke dobësu, sot e bën një gjunah, hajtë se s'ka gajle. Nesër e bën një gjunah, hajtë se s'ka gajle. Edhe i bën pikat zeza në zemrën e tij, ashtu siç përmendet edhe në transmetimin e cekur, ku vjen një moment që tërë zemra i nxihet dhe mo nuk mund me dallu të barën prej zezës, se është nxi zemra me mëkate. Andaj Allahu Gjeleshanu ka obligu që mas çdo mëkati të rastit me bani sevap, innal hasanat yudhibna sayyiat, nga se punët e mira i fshin punët e këqija. Kur nuk bën me toleru, me thonë që hajtë se kjo në gjëna i vogël. A keni pa shejtani që i ka mësu dhe njerëz për fat keq? Është interesant. Kur ai debaton me ty për me kundështu një sunet, ti e këshillon, i thu bane be që të punë sa në sunet. Çka të thot ai? Mos jep shumë zarbe, për sunet është. Ç'tu të thot? Sunet. A farz jo. Mos jep shumë zar. Për me të largu pi suneteve. E kundërta ti, kur ti thua ti, mos e bën filan gjunahin. Gjunat vogla, çka të thot ty? Mos jep shumë zar, thot. Sa është gjuna i madh, gjuna i vogël. E kupton? Ti kur e praktikon një sunet, thot çfarë jep shumë zar me praktiku. Sunet është. Edhe pse s'pe bën unë, s'ka gajle. E kundërta ti kur ti thu leni gjuna, thot, apet mos jep zar. Domethënë, nuk e ka gajle me lënë sunetet, edhe me të kritiku ty pse po i praktikon do sunetet vogla, në anën tjetër ti kur ta këshillon me lënë do gjunat vogla, të taj se s'ka gajle se të vogla janë. Ulemat kanë përmenë se pi që tu fillon pi të gjunat e vogla, njeri me depërtu, apo shejtani me depërtu të njeri të gjunat e mëdhaja. Kur kërkuj nuk i ka shku shejtani me i thonë shka me të parën bë zina. Mas pari ka thonë, hajtë se s'ka gajle me pa një herë, në rrugë me pa, një person që të ndalohet shikimi në ta. Pastaj, nga kjo shikim, ka depërtu diçka një smuje në zamër, në haram. Pastaj dal nga dal një mendim, pastaj një shkrem edhe në fund një haram. Andaj ulemat kur është përmend çështja e faljes së suneteve, kanë thonë, falja sunetit të arun është mburoje farzit. Është mburoje farzit. Ai cili i fal sunetet, ai ka të sigurt farzin që nuk e le. Aty ku shejtani ka arrit me ja largu sunetin, me thonë ai se s'ka gale. E për fat keq na kemi shumë vllazni që në amën të pasimit sunetit i lën sunetet e namazit. Tjetër është kur njeri është në punë, kur njeri është i nxanë, kur njeri është fjala popullore që thot i shitun, o të punu të dikush me rrogë, edhe tash ai zotnia lyp punë për ti. S'ka vakte me shku me zgatë sunete, e fal farzën, elhamdulillah. Na nuk po themi që është haram me lënë sunetin. Na po themi, në amën të asaj se hajtë s'ka gajle, mos e lën sunetin. Në amën të pasimit sunetit, mos e lën sunetin. Pejgamberi e kalon sallallahu alaihi wasallam, nuk e kalon gjithë, që shpelosh ti. Kalon e rrallë për me dhonë me kuptu ty se ban me lanë, a me jo që të shpesh.
Ai që i falë sunetet e ka të sigurt farzin. Ati që shejtani ja ka largu sunetin, ju ka afru farzet. Edhe kundërta, një njeri cili bën mëkate të vogla, edhe ju kanë normalizu mëkatet e vogla, çka ka me bë? Prej të ka me hyrë mëkatet mëdhaja. Kërkush me të parë nuk ka shku në disko, çka ka bën, njerë ka ngu muzikë në shtëpi. Pastaj dal nga dal në përdarsme, në për tubime, në për sane, se ka pas gajle, ka shku edhe në diskoteka. Prej aty, çka? Ka gjetë shoqëri të keqe, ka gjetë drogë dhe alkool dhe ka gjetë amoralitet. Kurni. Që tu i banë ato sane. E kundërta, në xhami, nuk mundet mi bën këto gjana. Njeri për mërujt, a ma mirë, është një mesele tjetër, a ma mirë me bën se vape, a mërujt për gjunaheve. Të dashur vëllezër, është diskutuar mes ulemave kjo gjë, cila është më e rëndësishme. A me i ikni haramit, a me boni farz. Të meselja besimit, njëherë vjen mohimi, pastaj vjen pohimi. Njëherë thu la ilahe, pastaj thu illa Allah. S'ka të adhuruar me merit, s'ka ilah, Zot që meriton adhurim. S'ka, mohon krejt i dhujt, pastaj thu illa Allah, e vërteton besimin. Që nëse marrim nga ky aspekt, atëherë themi, njëherë duhet mu largu gjinaheve, pastaj me i bë farzët, sevapët, me u largu haramit, pra jemi të fol besimtari për me u bë personalitet, duhet me u largu për harameve. Por unë të shahadet e përmena njëherë mohimi, pastaj pohimi. Po më saktë, Allahu alem, këto dyja të shkojnë paralel njëra me tjetër. Nuk mundesh me thonë ti, njerë pi largohu në kretë gjunaheve, masane pi anisi pi kry, kretë sevapët, kretë farzët. Njerë pelo me rakim, alkoholin, drogën, duhanin, rënën, vjedhjen, mashtrimin, korupcionin, ato këto, masane anisi mu falë. Jo, çka themi? Mundo me i bo paralel. Se ndoshta ti nuk mundesh me i kretë gjunahet, me i kretë mëkateve. Por, edhe në anën tjetër nuk mundesh kretë farzët me kry. Çka bën? Mundo sa të mund me kry farzë, dhe në anën tjetër sa të mundesh me i ik mëkateve. Një prej pikave ku besimtari duhet ketë kujdes se mund të rrëshqet edhe të ndihet i dobët, është mos zgjedhja e shoqërisë së duhur. Na kemi fol një ders të veçantë për meselën e shoqënisë. Këtu jemi të fol për temën mos me përzi. Çish mu largu pi gjunave. E një prej pikave që është largohesh ti pi gjunave, është mu largu pi shoqënisë keqe. Ata ta normalizojnë gjunahin. Këqyri pyeti të gjithë njerëzit të cilët kanë deviju tërësisht ose kanë deviju pjesërisht. Një prej sebepeve ka qenë që ata janë taku me shok të këqij. Edhe shoqënia e keqe i ka marrë me vete. Nga se e ka pruaj baba i edukum kur ka dash me eduku vajzën e vet, fëmijën e vet. E ka marrë çikën e vet, 10-15 vjeçe, e ka hyp me një karrik. Vet ka nejt poshtë. Karrika 3-4 cm lart. Edhe e ka kap dorën vajzës. I ka thonë, bia jame, në tërheq ti mu përpjet, unë për tërheq ty të poshtë. Cili pa ma i fort me tërheq tjetërën. Edhe normal kjo e ka tërheq të poshtë. Edhe pi karrikës ka raja në tokë. I ka thonë, a di çka ky shembull thot? Të këqit, ata që në poshtë. Ti mundohesh mi marr ka vetjet të, po çka bëjnë ata? Ata janë më të fortë. Se gjithë e keqja tërheq. Çka më bën? Po duhen me ndryshu. Ruje vetën mas pari, aleikum enfusakum. Allah ka thënë Kur'an mas pari, kujdesuni për vetën. Kur më nejt me shok këqi, më thojza, shok, me shok, se s'bën me bën të keqen shok. Vetëm nëse jetu i bën davet, në momentin e davetit, edhe ki i myt që ai ka mund ndiku pozitivisht dhe ty nuk ka me të lanë gjurmë negative. Rrin gjysore 15 minuta, ik pi aty. Ik. Sa ata janë nisi njerë me të folë. Fjalë, pastaj dal nga dalë me të thonë, hajde, ani, ti mos bën kur gjavesh na këqyr neve. E dikur të thojnë, hajde edhe ti në filan lojen. Ta paguj njerë drogën, ta paguj njerë cigaren, ta paguj njerë kazinën, ta paguj njerë zinan.
Sepse ata që s'kan iman investojnë kufrin e tyne, edhe shejtani nxit. Pra, shoqënia. Por mu largu prej harameve, du të mu largu në momentin që është një shoqëni që është të marrë ka vetja, nuk jetu përparu me ta kur gjë fetaresht, largohu prej tyne. E dyta, mos humbja e kohës pa aktivitet. Sa ma shumë që rrin pa aktivitet, je ma afër gjunaheve. Duhet me mush kohën me aktivitete. Ku te me aktivitete, mas pari me ibadete, pastaj me punë, pastaj edhe me gjërat të cilat nuk janë as punë s'përfiton as pare, nuk përfiton ndoshta as sevape, ama je të angazhu veten. Qyre një emision, një internet, një histori, një diçka, angazhoj veten. Neja pa angazhim të çon ka harami, sepse vjen dhe të bën vezvese shejtani. Tjetër, po ashtu e rëndësishme është ruju dobësisë së vetmisë. Sa ma pak, edhe këta kemi përmend, sa ma pak menet në vetmi, sidomos në vetmin e natës, në vendet e mbyllurat 4 muret. Në atë kohën e moqme për me bani haram, e këndash me shku dikon me yp kerët, me yp në mjetëve të udhëtimit me shku, ose në kam me shku, në midis qytetit me bani haram, me bani haram. Sot, mëra në 4 mureve tua në telefon mund është shumicën e harameve me i pa edhe me i ba. Qoftë me lujt kazino, qoftë me pa haram, qoftë me fol haram, e tjerë, ose me ba termine të haramit. Këta mundësijat janë. Çka me ba? Djali i vajza re me i dit pikat e dobta të vetit. Edhe me e angazhu, kjo lidhet vetmia me Allahun, lidhet me ato që mos me elon veten pa punë, po me angazhu me diçka. Kur rrin ti në shtëpi, s'po të merr gjumi natën, çka me ba? I këshilloj të gjithë djemë të ri dhe vajzat të reja, të cilët nuk i merr gjumi, ose vjen e shejtani ju bën vezvese për mishtin haram. Qohuni, bëni dhikr. Qohuni, bëni namaz. Kani para Zotit. Qani. Tregoja pikat e dobta tua. Tregoja hallet e tua Allahut pse ai din. Për Zoti kanë dëshirë me ndëgju prej teje. Çu bën dhikr. Thuj la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Meza. Thuj hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma'i rabbi sayahdin. La tahzan inna Allaha ma'ana. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Këtë janë lutje qëto që i përmendat pejgamberve kur kanë me të nëzarë. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ka thonë Ibrahimi a.s., ka thonë Nuhi a.s., Muhammedi sallallahu a.s. dhe këtë pejgamberët dhe besimtarët kërën konë në rastet të rana. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ka thonë Ejubi a.s. në vështirësitë e tia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ka thonë Yunusi a.s. barkun e peshkut balenës. La tahzan inna Allaha ma'ana, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kanë shpellë me Abu Bekrin dhe armiqt, ju kanë vërsul me e nxanë gjallë ose vdekur. E shumë lutje tjera. Bani këto lutje. Kaj para Allahut azza wa jall. Pse le shejtanin ka dal me stin telefon me këshir haram. Largoju harameve. Bëhu trim me vetën tone. Që është trim? Trimnia dhe liria është me i thonë vetës ja. Unë nuk e pasaj epshin. Unë e pasaj argumentin, imanin tem. Sepse ata që s'kan iman, ata menojnë që me hynë për harame, mi bo haramet, mi pa haramet, mi fol haramet, mi vepru haramet, thojnë është liri. Jo. Ti e të dhonë mas epsheve, ti këra rob i epsheve.
Kur besimtari thot vetës stop, jo, unë jam ai që menaxhoj veten. Domethënë ai nuk është robi i epsheve, por është robi i Allahut Azza wa Jall. Edhe nuk pranon me ra kurbani tyne. Pra jemi duke folë për temën që besimtarit për mu formu drejt si duhet, një prej pikave të forta është me urujt prej harameve. Kur mos e neglizhoni sado që është i vogël një haram, sepse ka daldale të bëhet normal. Të bëhet normal. Edhe shkon duket e thirr haramin e dytë. Të meselja e normalizimit të harameve, për shembull një prej ajeteve më të forta në këtë mesele se si besimtari asaj udhës du të mira, hiç anej as bën mira, është fjala Allahut wala taqrabu zina. Mos u afroni amoralitetit. Nuk ka thënë Zoti mos bëni amoralitet. Është gabim me mendu djali i ri se unë pi bëj davet një motrës. Po i shkruaj në internet një vajzës. Po i thëmë tutje Zotit, në shkollë aty, po veçohem me një vajzë, po dalë po pi kafe, ti bëhën e davet. Allahu ka thënë mos u afroni amoralitetit. Tash, ai i cili ty mund me të akuzu me thonë që këta musliman që po menoj kanë, shkon që ka lidhje me dalë me vajzën, ose me shkru kur ti e kini jetën e mirë. Ja vëlla jam. Këto filmat të Bollywoodit, të indianëve, shqitja, dikuj tjetër mos ne shqit neve. Këto e në forat dardalecave. Ne i dim epshin, i dim kreta sanët, bile ne imi më të kujdeshmit në të mesele, më të ndishmit në të mesele, edhe mos na falni neve. Dysani janë një njeri cili s'ka epsh, ka fshin i famë në s'huj. Ose është ase, e dini ju qka, ose është i smut. Shka vëlla epsh, i smut është. Dëmi ble ilaç e djalit. S'ka të tretën. Ti mos mraj mu me thonë unë e kështu në ashtu, mos mraj ata. Mos mraj. Allah e ka ndalu, ka thonë, mos u afroni amoralitetit. Jo e kam si motor, si ato, si këta. Palavra këto janë. A thonë Zoti kështu, që është e vërteta, se Allah është kriju si inxhinieri yt. E di çka ka vendosur aty prej ç'është ka programu Zoti, ç'është ka programu. Tjetra pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me pas kujdes për harameve, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halali është i qartë, harami është i qartë, mes tyre ka gjëra të dyshimta, që shumica njerëzve nuk i din, populli thjesht si din, i përzihen. Ama ulemaja i din, i sqarojnë ulemaja. Çka s'din ti shko te alimat, te dietarët, ata ta sqarojnë, au halal au haram. E që të një seneve të dyshimta, Allahu Gjeleshanu i ka vu kufit, rap, halalet haramit. I ka vu kufi, i ka vu megje. Mos u afrani megjes huj, mos u afrani të harami, si një qëbani cili qanë dhënt aty, ose lopët, ose edhe e zgjatë gjuhën, ose kokën, ose gojnë e vetë kafsha dhe merë nga ara huj. Kështu është mjë afru haramit. I afru është njerë për zyti prekën ta. Transmetohet në kohën e moqme, transmetohet në librat e tefsirit, shumë ulema kanë përmend këta. Allahu alem sa është normal e sakt, por si mesela është e njohur në librat e historisë islame, edhe të tefsirit, komentimit Kuranit. Normal, kur është një tregim, nuk është patjetër me u konë sakt 100%, sikurse dispozitat fetare që ngriten mbi hadithet sakta, këtu nuk vlen këto rregullat e tregimet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo është tregu si histori nga njerëzit e mençur prej popujve para nesh, popujve musliman, se në kohën e moqme ka jetu një asket, një besimtar, rahib, jo djetar, besimtar i devotshëm shumë. Sa kret ajo rrethin, ajo nahi e ka njoft ato për devotshëm edhe që shtojmë na popullor që normal zvan me bobe, kanë bobe në kryt ti. Durët i kanë shtinë zjam për ta, atë që kanë pas besim në atë burë, në moralin e ti në sjellën, a i veç i badet ka ba. Hiç s'ka dalë kur për asaj shpiz vetë,
ku e ka pas aty edhe asoj kolybe që më thonë, edhe ka bo adhurim. Edhe është tirë kushtrimi për gjihad në atë qytetën apo në atë vendin kanë jetu 3 vllazën që si kanë pas prindrit gjallë, po ata kanë vendosur me shku në gjihad. Po kanë pas një problem, s'kan pas kuj mi alon motrën, një motrë kanë pas, pa martu. Edhe tu me ndu të natën, ko të alam, në manet kujtja japim, me këqyre tjere, dhe vinë përfundim se vetëm të filan adhuruesi, filan takvaja, filan ibadetgjia, veç ai mundet me u përkujdes për motrën tuan deri të kthehemi prej luftës. Shkoj nesër e trokitin derën e tij, ishte duke u lut, duke u falë edhe nëse e kreu. Tha nane, po i tregojnë kështu, kena vendos me elon motrën të te, ai në mënyrë kategorike nuk ju la opsion tjetër duke thonë jo, ja, s'ka mundësi. Po i thonë ka dalë, ani ti mëse majtë që të në dhomën tone, përballë aty në barë e kini një kolybe tjetër, që e që atë ajo kolybe si me thonë ahri gjave, si shtallë. Le aty, një mujt, 2, një vjetë, në varët sa kanë menajt të në luft atje, inshallah kthehemi gjallë edhe e marrim motrën. S'kem ku me lanë, nësë jemi të shku për qef, edhe ne jemi të shku për gjihad, për ibadet. Edhe ti mëse maj për qef, maje për atër të Allahut që na në luft, edhe ti një qëfar luft e bëne për i zatë Zotit. Jo, s'po shkojmë na, s'kem ku me lanë. Banë zbatë, thanë regull, e pranaj. Edhe i thanë veç ofroj ushqim asaj të dera, kjo shumë i devatshëm, i sjellshëm, takva. Edhe filloj me i qu ushqim të dera, jalike për jashtë e derën e mshelt, trokit kënë derë, tak, ajo dike, shkoj ke në dhomën e vetë aty të bo namaz, të lutë të nditën të natën, para ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, zakonisht këta asketët janë mbyllë në për vendën e për periferinë male, prandaj edhe për shkak disa kishe janë të ndrequra në për male që kanë nejtë aty adhuruesit Allahut, sipas mësimeve të Isës alayhis salam, të Musës, të pejgamberëve para tyne, me u shkëput nga dunjaja kanë nejtë që aty kanë boj ibadet. Janë shkput ata, s'kan pas as biznes, as politika, as kur gjë, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një rregull që në ato vende nëse çlirohet një vend, bëhet luftë me një shtet caktuar dhe fitojnë muslimanët, kur shkoni në për çato tempujt e tyne, çato manastiret e tyne, mos i ngusni ata. Mos i ngusni, se ata janë këputën për dunjos, ibadetet e vetas. Mirë, ky ka qenë i tillë. Edhe i çoj ka ushqim ajo mirë, ka hante ushqimin, pastaj nxerrte prapë pjatën jashtë. Edhe shkon shejtani bën vezvese, domethënë tek nuk janë shejtani kur me thonë me të parën bën filan haramin. I thot pse nuk po nalesh jashtë derës edhe më i fol ka pak, më thon çushia e mirë. Ajo e mërzit na vllazët i kanë shkuar në luftë, banki, ato mërzit i desin vllaznia kret, ajo mbyll mshel. Tha, në reja 2-3 llafe, ky po thot në fillim audhu billahi minash shaitanir rajim. Çao kjo vezvese për shejtanit. Po i thot shejtani në ndërdijen e tij, hani se ti ki për Zotit, me qetësu qikën, mos mu mërzit, në rregull. E bani një gjatë, tilla ja janë nisi me fol. Por mos me zgjat një javë, një muaj, ku e disa. Për thot pse s'pja qelish derën pak ajo me pa dujon. E kem shel aty, si në burg. Ti rri, ashtë e letë rëmrana. E me kalimin e kohës çdo herë të lëshu pa, le të shaj aty ti ata, ball për ball, se në fillim si mas derës rrike. E pastaj mas një kohë tha, pse s'hen mrana ti, apo kupton me fola saj e tjere. Hyni, pra po i bi shkurt qëllimisht. E pas një kohë, pastaj shkoj edhe e prejki, derisa dhe boni zina me ta. Audhu billahi l-adhim. Jo vetëm njerë, por disa herë derisa mbeti shtatzan. Kur filloj me u vrejt shtatzania e saj, Allah i na rujt, ja Rabb. Atëherë shkoj dhe i tha shejtani, kuku për ty. Që qa u thonë? Kuku vëlloj, kuku. Kuka tash sa dush. Lindi fëmija, nesër. E mor fëmijën edhe e myti. Edhe varrosi.
Nëse ka disa transmetime, unë një verzion prej verzioneve po jap se ka disa detaje që mund t'i ndëgjoni ndryshe, po s'është më rëndësi detajet, është më rëndësi ku të çon shejtani. Tregim tek e fundit abedin. Edhe pastaj po i thot shejtani ti e mytë fëmin, po apo mendon që kjo nona vet ka mora atu, ka më qetësu, që edhe ajo e pa gabimin. Tha, herdo kur të kthehem vllaznia, kjo ka më pështu në fjalë, ka më mërzit. Edhe i pështon mas 5 vjetë, mas 10 ki më bohor. Çka më bën për më jam shel gojnë, ka transmetim që e ka myt këta bashkë me në bark kur e ka pas fëmin, ka transmetim që e ka lind fëmin, e ka myt fëmin pastaj nanën. Nëse e myt edhe stakfullah edhe këtë gruan. Pra, prej një ibadetxhiu të madh, ka dal në një vrasës. Në një zinaçar dhe në një vrasës. Qëre, ka dal. Kjo është shembull shumë i mirë me pas kujdes. E mura dhe varosi bashkë të pragu i derës të ajo shtëpia ku, ajo dhoma ku qëndron të kjo grua. Edhe po i thot shejtani, pendohesh te Allahu ti. Mytë, ruje fytyrën para njerëzve, dhe kush je ti? Ti me vozina, ti me ase, pendohesh te Allahu xhaleshano për mësosh çdo sen. Nëse vjen mas një kohë vllaznia, vjen me marr motrën, shpëtojnë të tret prej luftës dhe betejave. Vjen aty i thonë ku është motra jonë, thot Allahu ja u shtoft sabën e gajretin, ka dek. Ka dek. Gjëra që ndodhen, i kanë besu 100%. Atë natë ta vendosin me fjetë aty para se me shku te shtëpia tyne. Edhe në ëndër vjen shejtani të treve dhe ju kallzon krejt historinë çështu s'ka dek motra ju, po ky e ka marrë, ka myt, ka bë kështu, ka bë ashtu, dhe është varrosur në filan venin. Edhe venin po i kallzon. Qohen mëngjes, mas e falin sabahin, po rrinë mërzitshëm të tretë. Por edhe i pari dhe i dyti s'po fol, po thojnë vezvese shejtanit. Të tretit nuk ju duru. Edhe tha, kështu kam pa ëndër. Ata po i thonë edhe na kemi pa, por është vezvese shejtanit. Thanë vallaj, ky i vogli po thot, nuk e di janë vezvese asa, po pa e qelë që tu venin selam. Që aty bashku o varosa ja. E qelë venin, e shë motrën me fmi. Hajde zotni këtu, qka që është tek? Ky dhe të rodë me pranu që ajo, ka qenë shtatzan ose ka ba fmi. Ka dal me pranu edhe që e ka myt ky, e nuk ka dek vetë. Pra e miraton zinan, e pranon edhe vrasjen. Shkojnë edhe ankohen të mretit e shtetja asaj kohët e qeveria, edhe marrin bante madhe e rasti historia ti, pasi e burgosin një kohë, vendosin me myt për vrasja. Edhe kur e vendosin, kur e bin në pozit, mjavun konopin fët, shkon shejtani dhe i thot, ama është men për fillimit, kështu, derit, që tu të kompru unë, deri, me ta mu konopin fët. Tha po unë jam qaj që muj me ta e konopin, me pështu edhe njerë me janis pizarës. Tha qka? Tha thuj, s'ka zat, plësama që të dëshirë, unë tha që ja baj të kja baj, ta heki konopin për fytit, nisat i pizarës. Edhe i tha, s'ka zat. Qeshi shejtanin atë moment, edhe shkojaj gjelate, kush me thoni heki shkamin për nërkam, edhe nuk ja dha shansën as me ra shahadat. Allah ka përmend një ajet në Kur'an, kemathali shejtani idh qala lil insani kfur. Sikur se shembulli i shejtanit që i tha njeriut bën kufër. Falamma kafar, e kur bani kufër, qala inni bari'un mink. Tha shejtani, unë jam i pastër për teje, larg teje. I distancum prej teje, për budallakive tua o insan. E dini ju, hytbën që ka me bajt shejtanin në xhehenem, kam ju thonë njerëzve, kam ju thonë, ju e keni pa Kur'anin, i keni pa argumentet, apet më keni besu mu, pa më pa, edhe pa ju detyru, pa kurfar forcës, s'kum pas forcë mbi juve. Ju vetë më keni besu. Tash, falat të lumuni, mos më akuzoni mu, akuzoni budallakin e juj, në xhehenem kam ju thonë, qështu xhehenem libe.
Nëse Allah ka përmend këtë ajet kuranor, e ulemaja kanë thonë që këtë ajet kuranor për kanë me qatë rastin ati adhuruesit, ati asketit, por normal dhe me çdo kanë tjetër i cili ka dal, shejtani e qatë në kufër. Çka përfitojmë për kësaj? Kur gjë nëse s'manë men, këtë tregim manën men. Kur kërkuj nuk i vjen shejtani me i thonë më njëherë në kufër. Prandaj, mos t'ju dokën të lehta edhe të lezetshme haramet. Pasha Allahin, harami doket i lehtë. Pse me punu, kur unë muj me vjedh? Qështu i doket ati i lehtë? Pse? Shkon e pëton, e vjedh aty dikuj, e vjedh kuletën, ose e vjedh parët në shpe, ose diçka i ban, a i tjetër du të me punu, ky për një natë i vjedh me haram, 10.000 euro, a i du të me punu, 5 vjetë banki për mi da në fjala, 10.000 euro, mi pas në gjep. I letë duket harami. Mu martu, po do të darsën, po do të ata, shkën zina, vlla. Se pe këput dikush këtë pjesë, të të hoxha, po nëzit me shkën zina, mësë mu martu, audhu billahi l'adhim, Allah i narujt. Allah i narujt. Edhe duket i lezeqen. I letë edhe i amël. Pse se shejtani jeshan. Wallahi billahi, Allahu Gjeleshanu ka qujt amoralitetin zina. Zina. Fjala zina në kuptimin gjuhësor, do me thonë që i ngushtohet jeta, veprimtaria, shpirti, personaliteti, gjithë sa i ngushtohet njeriut, fjala zina këtë kuptim e ka. Pa marrë parasysh që ata mendojnë këqyri fol me të gjithë që janë të sinqertë, nëse është dënjoni sinqert, ose që pendu në kurvar. Këqyri gjithë kanë me të tregu se nuk është rruga e duhur. Kjo gjë. Nuk është. Andaj, mos e lejoni shejtani me ju shkun ka daldale, pa marrë vesh. Përkundrazi, fokusoni në ibadete, sidomos tash shoqënia edhe vetmia, mbushja e kohës me adhurime, sart ngushtohet dunjoja, sart keni nevojë edhe mendon përmes haramit me arrit që fali dureqat, bën dhikr kaj para Zotit Azza wa Jall. Edhe te i kaleje. Sa që ka marrë momenti puna që shejtani mos me guxu pastaj tymet ngacmu me harame, me epshe sidomos, se e di që ti qosh qa që i badete bën, sa i bjen pishman pëse të ka nguc. Thuj shejtanit mund më zgaba, mu me më tundu në epshe, se unë qohëm, falem, lutëm, qaj para Allahit, veç gradat më ngritën. Qka banaj, thot lene këta se sa dojmë me tundu, këj veç bandë ma i devatëshëm. Andaj të dashur vëllezër, nuk du me zgjatë ma shumë, keni kujdes, personaliteti drejt ytje, kërkan që ti me urujt për mëkateve. Me u koni bindën se mëkatet nuk të ngrisin, nuk të afrojnë të Allah, veç kanë me dopsu dhe kur mos me u mashtru hajtë se gjuna i vogël. Qështu fillojnë sanet dhe banë pastajt mëdhaja. Allah në arrujt, Allah në arrujt, Allah në arrujt për mëkateve, ja, arhamar rahimin.